komunist? Ja, ajo që unë them, ndalimi i kohës në Shqipëri më ka konvertuar në antikomunist. Koha ndaloi në Shqipëri. Shqipëria ishte vend i kohërave të ndaluara. Ju, po të rikthehemi viteve kur Shqipëria viteve iluzive, do të shprehim të mirë, kur Shqipëria u ndar nga Bashkimi Sovjetik, ishte një gëzim për ne. Pse? Këtu kishte një tendencë rusifikimit të kulturës sonë, por ne një kulturë krejt tjetër, e papranueshme. Mendojmë se do shkonim drejt perëndimit. U gabuam. Shkuam drejt revolucionit kulturor kines. Pati shprehjen nga më të shëmtuarat. Ish udhëheqësi diktatori asaj kohe, në një akt demonstrativ, hoqi nga koka Barsolinën dhe vuri kapelën e Mocedunit. Të mos hymë atë në historinë e dhimbshme të plenumëve të përsekutimit, një sagë e vuajtjeve të tëra. Nuk mendoj se një intelektual do të mos ishte antikomunist për gjitha këto që psoi Shqipëria, që unë do t'i mbledhja vend i kohës të ndaluar, i lëvizjeve të ndaluara, i besimeve të ndaluara. Ju më pyet disa herë çështën e besimit, por nuk do të harroj se një gjenerat e tërë shqiptarësh vdiq me një dëshpërim të thellë në shpirt se nuk i lutej dot Zotit. Se nuk kryente dhe nuk kuptonte se çfarë dëmesh i sillte Shqipërisë besimi i tyre tek Zoti. Pra, diktatura komuniste në Shqipëri ishte një diktaturë orwelliane, ishte e pashoqe në tërë vendet lindore. Ramizeli kujton të takuar me ju gjatë revoltës së studentëve, në fillim të revoltës. Çfarë kemi biseduar ju në këtë takim? Gjatë e vërtet është kjo. Jam kthyer nga Italia ditën e premte. Kam qenë i dërguar i organizatës botërore, kam qenë në një komitet shkencor për të ndjek zhvillimin e një konference në mëngjes. Ditën e shtunë në mëngjes kam dalë për të pi një kafe me Qemal Sakajevën, ish drejtorin e këtij televizioni. Dhe Qemal Sakajeva më thotë se studentët mram kanë bërë një demonstrat, se studentët më kanë kërkuar, se kanë kërkesa ekonomike, por kanë protestuar. U gëzova shumë. Ishte një gëzim shumë i madh sepse në atë konferencë që unë kisha shkuar si një lloj i dërguari i organizatës botërore. Organizatës botërore të shëndetësisë. Unë isha i vetmi, se kishte nga gjitha vendet, organizuar në atë kohë nga Këshilli i Evropës, isha i vetmi që vija nga një vend, nga Kuba e Adriatikut. Unë vija nga Kuba e Adriatikut, kisha një mërzitje të madhe shumë për këtë. Dhe u gëzova kur mora vesh lajmin. Pastaj vjen dikush tjetër na thot në kafe se studentat janë pranë protestë. Zbashku me 2 miq të mi, nisemi dhe duke u sjell rrugëve, sosim në krye të demonstracës. I rrafen aty studentët. Si përfundim, kjo është lidhja ime, është e vërtet që pas dite zhvillua një mbledhje në komitet partisë dhe më kanë ftuar, sepse besniku thot atyre që këtë e pyesin shumë studentët. Në fakt unë nuk kisha lidhje direkt me studentët. Studentët më kërkuan pasi rrafen, më kërkuan mund të bësh ti përfaqësuesi ynë, jo. Unë përfaqësoj veten time, por do të